Po ato që kanë vdekur përpara lindjes së Jezusit e Muhamedit, ku kanë ikur? Atëherë, duhet ta dish diçka ta kesh qartë, që çdo popull ka pas paralajmërues, ka pas pejgamber, ka pas thirrës që i ka ftuar të adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Kështu që para Jezusit, para Muhamedit alayhi salam, ka pas profet, ka pas pejgamber. Dhe çdo njeri që i arrin mesazhi i profetit, pra neve që na arrin mesazhi i Muhamedit alayhi salam, jemi të obliguar që ta pasojmë atë, që t'i besojmë Muhamedit alayhi salam, t'i zbatojmë porositë e tij. Ashtu, para Jezusit, para Muhamedit alayhi salam, ka pas pejgamber, të cilët i kanë ftuar njerëzit në adhurimin e Allahut lartësuar një të vetëm. Nëse njerëzit para këtyre dy profetëve i kanë besuar, i kanë pasuar profetët e tyre, atëherë, inshallah, në xhennet janë botën tjetër. E nëse kanë mohuar, atëherë i pret zjarri i xhehenemit. Allahu na ruajt prej tij. Wa in min ummetin illa khala fiha nadhir. Nuk ka popull, vetëm se ka pas tek ata paralajmërues. Kështu na tregon i Madhi Zot në Kur'an.